Tragedia me 51 viktima në Maqedoninë e Veriut, ministri i Brendshëm, disa u mbytën nga tymi, të tjerët u dogjën. Përmes një konference për media, ministri i Brendshëm, Pançe Toshkovski, ka konfirmuar vdekjen e 59 personave në diskotekën Kura Zjarri në orët e parë të mëngjesit sotëm në Koçan, ndërsa 155 persona të tjerë janë plagosur. Sipas ministrit, viktimat ndodhen në disa spitale në vend dhe pas identifikimit do të duhet të dërgohen për obduksion në shkull. Ai deklaroi se zjarri filloi kur u aktivizuan fishek zjarret rreth orës 2:30 të mëngjesit dhe flakët shpërthyen në të gjithë lokalin. Siç tregoi ai, shkëndijat goditën tavanin, i cili ishte bërë nga një material shumë i ndezshëm dhe zjarri u përhap. Sipas tij, tymi i dendur i mbyti disa nga viktimat dhe dogji të tjerët. Ai konfirmoi se organizatorët ishin arrestuar dhe se të gjithë zyrtarët duhet të ndjejnë përgjegjësi morale për një tragjedi të tillë.